Gjatë dimrit, ndoshta ka një 5 shtëpi që jetojnë dimën e verë. Shumica kanë gjetë më rahatin me shku me u zgjedhë në plavë, se për shkak të fëmijëve që shkojnë për shkolla, këtu në hot kem pas shkollë, po s'kema shkollë, po dita si çdo katunari. Çosh mëngjes i bëm hizmet dhive, i shon për jashtë ai miel, i kqyr edhat, nxen djath, një të punë. Momentalisht ka dhe banor të tjerë në këtë fshat? Po, kem banor këtu. Ky banor të këtu faktikisht, jo faktikisht, por me keqardhë me thonë se këtu numri banorëve nuk është shumë i madh. Që gjatë dimrit, ndoshta ka një 5 shtëpi që jetojnë dimën e verë. Shumica kanë gjetë më rahatin me shku me u zgjedhë në plavë, se për shkak të fëmijëve që shkojnë për shkolla, këtu në hot kem pas shkollë, po s'kema shkollë, edhe shumica e banorëve janë shpërngulur. Kështu faktikisht se s'kem kushte edhe s'kem mundësi për me hapë fa shkolle se s'ka banor. Tregona pak shkurtimisht për fisin e Hotit. Për çka njihet fisi i Hotit? A është blegtoria karakteristike e tyre? Po na këtu gjithmonë me marr me blegtori. Këto ka nuk ka shumë pjellore me thonë që mund me miell farharat, maja veç për nevojat e veta, misër, patate, pasol, kësi sene, se kështu për me shumicë se është vështirë, se s'ka tokë pilote, shek vetë këtë është shpat. Ai tha se gjithmonë e ka dashur jetën pranë vendlindjes së tij, me nostalgji kujton kohët e jetës së tij në Amerikë. Po, unë kam jetu atje 30 ca vitesh, kam kriju familje, fëmijët janë rritë, kanë shku në për punët e veta, kjo është toka e stërgjyshve të mi. Duke se unë kam e kanë gjenerata e fundin këtu që... Me çka një vjetë në Amerikë? Kam pas lokal, restorant kam pas për 30 vjetë, edhe këtu kam gjenë një faqetësie matë. E po më intereson, kur erdhe këtu pas 30 viteve, qysh e gjete vendin, vetë fshatin Hoti, pastaj vetë plavën, sa kishe nostalgji, tregona pak ato emocione? Po, në fillim ka kënë, se s'kam kënë këtu një nështë ma shumë se 15 vjetë. është efemerin këtu kom kalua, kom gjetë diqysh, kom menua se situata me mirë, me kushte më të mira. Por fatkeqësisht këtu shteti as nuk na përkra për punë blegtorisë, i kem punë të vështira për mi shit produktet tona. Kretë varet përmes shoqi, takia, skje. E përdojnë shitjen, do me thonë qumshtin që e nëzërni për këtune, e përdojnë vetëm për nevoja familje? Veç për nevoja familjare përdojnë, veç për nështë nëj shoku, nëj koshërini. Po, ka shok që vinë, ose kush dhe tjetër që vjen këtu, ka interesim, sa është qmimi? Po qmimi nuk është qmimi se ne kem me pakic, edhe aje qmimi tash nuk ka farë, do me thanje, po një 10 që ka një 1 litër e gjys, në baret 2 mas shumëti.